Dorëheqja e Lupço Kocevskit për VMRO DPMN përfaqëson fitore të rëndësishme për sundimin e ligjit. Kjo dorëheqje jep fund sipas tyre një periudhe të errët në të cilën prokuroria perceptohej si një mekanizëm partijak, jo si një institucion i pavarur në shërbim të ligjit. Për herë të parë edhe vetë prokurori e pranoi atë që gjithë opinioni e thoshte, se prokurori publik nuk mund të vazhdojë të funksionojë me legjitimitet të humbur, në mbarën e drejtimit të politike dhe me drejtësi selektive. E nga LSDM thonë se gjithçka është sinkronizuar. VMRO dhe Mickoski shtojnë ata, po e marrin gjyqësorin dhe prokurorin. Presioni për ndërimin e prokurorit publik është pjesë e skenarit të DPMN-s dhe Mickoskit për marrje të plotë të prokurorisë dhe gjyqësorit për ndjekje politike, akuza të sajuara penale, lajme të rreme, manipulim, abuzim me institucione të partizim, madje e liruan edhe Katisa Janevën për të ju shërbyer sulmjet në fushatën politike. VMRO vazhdimisht e ka akuzuar LSDM-n se Kocevski është prokurori i tyre dhe i mbron funksionarët e tyre. Kocevski në krye të prokurorisë është zgjedhur gjatë qeverisjes së kaluar LSDM-BDI.